ndryshe në Top Albania Radio. Jeta vjen dy herë në jetë, nuk e di. Arbër Ajdari Vjen një në këtë emision, në këtë radio. Nuk do shkosh baba, si vetë, pas si emision. Unë jam në emision timin, nuk keni vjedh emrin. Fundjavë ndryshe. Si të keni vjedh, mo, ti ke dalë mas neshme. Si jeni para? Si para? Para? Jo, s'ke dal para, Qa t'ja viti? bashi qik. Në 2022. 2014 O, Arbër, ka 12 Po vjetë. ti ke fundjavë para, valla, s'pun kemi në Po i fundjavë. kam rujt të dyja edhe ndryshe. Zonja dhe zotrin me ne në studio është Arbër Ajdari, kam kënaqësinë bashkë me Salsanon të jemi. Unë mbyta që në fillim. Emocione. Pasionante. Dgjoj, un kam bërë atë bio se ti e di që për njerëz të veçantë kam prezantime Po, që të na veçanta. befaso, nuk më thënë që kam bio, po me që ke një bio për Arbrin, mund ta Tani bësh. uroj që të jetë e bukur edhe Tani unë jemi ta përmend shpesh sepse nipi im e ka emrin, është nipi Arbër. parë që ka ardhur në jetë familjen tonë, e ka emrin Arbër. shoku normale, im i jeni të ngushtë. mençëm ju. E ka emrin Arbër. Shoku im i ngushtë e ka emrin Arbër. Okej, në rregull, ja shikoj. Arbër Ajdari, aktivistin, juristin dhe zërin e fortë në mbështetje të të rinjve dhe kauzave sociale në Shqipëri kemi sot. Themeluesi i organizatës Fundjavë Ndryshe, një nismë që ka ndihmuar qindra familje në nevojë përmes bamirësisë dhe solidaritetit. Ai nuk është thjesht një figurë publike, por një shembull i gjallë se si një njeri i vetëm mund të prekë jetën e shumë të tjerëve. Historia e tij është një kujtesë e fortë se humanizmi, kur shoqërohet me veprim, mund të ndryshojë botën. Hap pas hapi. Zonja dhe zotrinj, Arbër Ajdari. Më pëlqeu shumë. Më pëlqeu shumë. Besove? Ka dorë, ka pen. Nëse e ka bërë ai këtë, Jo, e do kam bërë unë këtë, kam Google-u shumë edhe kam bledh disa të dhëna për. Nëse ne jemi shumë të kënaqur që Arbrin, po kemi ja Arbër. njoh dhe Faleminderit shumë karrierën për se nuk ftesën. është se Arbri është 20 vite më i madh apo më i vogël. Jo, Bashkë jo. kemi rritur. Ke të drejtë. Dgjoj, ne edhe e kishim pak si jo të vështirë, se sa më shumë donin të bërin një gjë ndryshe nga fundjavat që ke ti edhe nga emisionet e martave që kemi ne. Ata nisu kështu me këto pyetjet. Arbëri ka lindur në Tiranë, ç'a lagje ke lindur? A ke qenë ti çun kapriçoza, luje ti me Hajde, kopaca, me hajde, karrocë, me filluar pra. kuzhinjeta dhe me çunat kështu me elastik, me lojrat tona të femirisë? Patjetër që po. Po, gjitha. Ç'a lagje i përket? Rrugës Dibrës. Rrugës Dibrës, okay. Haje ti bukë me sheqer me ujë? Ja. Jo. Se ka arritur kot. Ja, se kam arritur. Po jam, domethënë, Po, është më i vogël. unë jam Ti je 2000 akoma. 2004. 2004? Me vërtet? 94. Po sa i në vërtet mua? Sa vjeç je ti? 94 me 32 vjeç jam. 32 vjet. Domethënë millennials është, nuk Thosë, është. më duket deri po 26. Fakt më i ri dukesh. Po s'kam bërë as grim. Apo. Jo, sa më dukesh, mirë dukesh. Asi s'ka bërë grim. Gati kështu që- për finale dukesh, Arbër, gati Gati. për finale. Ke qenë fëmijë urt apo kapriçoz? I urt shumë. I urt shumë, ë? Po. Pastaj kur I më thoshte që si ti mund të kisha bërë 6 fëmijë pa problem. ashtu, ë? Po. Ti ke qenë i urtë edhe në rritje, domethënë nuk qaje shumë, i dëgjueshëm gjithë Jo, ato. deri në gjimnaz. Pastaj në gjimnaz Shpërtheve. pata një shpërthim vulkanik. Ah, sa bukur. Ke qenë kështu tipi dashur, bëje ti për halla, xhaja, teze, daja. Po, për gjithë, po. Bëje, Për shkoj gjithë, kështu po. qoka. Vjoj, vizitë. bëj. Edhe unë vazhdoj bëj. Po ti Salsano, kujtohesh për të Unë tut? s'kam asim, kam. E mirë se ata kanë punën edhe pas tegës, nuk. Unë shkoj në Gjimnazi Varreza, jot ku ka qenë? Ku ke për gjimnazi? Tek gjuhë të huaja. Te Filoqyli. Po, tek gjuhë të Ja, huaja. shumë ka patur një. Domethënë ti ke mbaruar shkollën mesme për Për Anglisht. po. Anglisht. Dhe të lartën? anglisht. Për të lartën drejtësi. Drejtësi pra jurist. Po dëgjove bion ti. Ah, nuk e, po më iku kjo. Thuaj edhe ja pjesën e dytë. Po, dhe vjen pjesë e dytë. Arbër, kur ka lindur fillimisht dëshira për të ndihmuar të tjerët dhe pastaj në krijimin e organizatës tënde? Se kam përshtypjen që në vogëli, që në këtë moshën e gjimnazit që themi ne, kjo dëshira për të ndihmuar, ku se di, shokun e bankës apo njerëz që kishin vërtet nevojë për ty. Shiko, kam përshtypjen se gjithë ne, domethënë brenda vetës, pavarësisht se njerëzit nuk merren me organizata, kanë atë ndjesinë për të ndihmuar dikë, qoftë një komshi, qoftë një njeri të afërt, më aq sa mundet. Jo të gjithë. Pjesërisht pjesa më e madhe po. Po mirë, dakor. Pastaj, mendimi im gjithmonë. Pastaj ideja më lindi një ditë Bajrami, një festa e Bajramit, ku zakonisht njerëzit festojnë drekën e Bajramit bashkë me familjen. Atë ditë mendova, thash, po kjo ka një tjetër kuptim që duhet me nda me njerëzit. Me nda ushqimi, Po. me nda. Dhe pastaj vendosa që të marr disa ushqime dhe të shkonim në një lagje shumë të varfër të Tiranës. Dhe atë ditë u kënaqëm.
kemi qenë gati me 20 fëmijë tim, jemi kënaq ato ditë. Kemi kërcyer me një majtofon të vjetër që na e gjetën ato atje. Okej. Edhe në darkë un kisha një profil në Facebook privat me 100 veta. Edhe bëj një postim dhe i drejtova miqve të mi që sot kalova bukur, isha këtu, bëra këtë, uroj që edhe ju të bëni të njëjtën gjë, se ka shumë njerëz që jetojnë kushte të vështira. Një javë më vonë, unë ndjeva mirë, thash, pash edhe plagët e varfrisë atje ku isha dhe thash, po i çoj ca rroba, sa ato ditë ishin vetëm për drekën. Që u mblodhën nga Facebooku? Po, nga Facebooku, po. Me ato njerëzit Ato njerëz të afërt, po. Pastaj fillova edhe një fundjavë tjetër, edhe një fundjavë tjetër. Po se kisha më shumë kohë në fundjavë, se gjatë ditëve të javës ishim në shkollë. Po. Pastaj fillova të ftoj në shkollë. Në fundjavë do vini me mua, çike vështirë. Sa vjeç ke qenë fal? Kam qenë 21 vjeç. 21 vjeç, Po. okay. Fillova t'i ftoja, pastaj filluan mamat e shokëve, e shoqeve, batanie në për shtëpi, kam dhe diçka nga inve. Na mblodhen më shumë ndihma se familje, se s'dinim ku ishnin. Sa bukur. Pastaj filluam të kërkonin familjet. U rrit numri i familjeve, mungonin ndihmat. Pastaj shton ndihmat prap. Mas 3 muaj tham 1 minutë tani se këtu ka një problem, ne duhet ta strukturojmë të gjën se s'kishim as ku t'i mbanim. Vesh mbati. Na duhet një magazin, na duhet një makinë, na duhet. Filluam pastaj blem një smart. Sa aq buxhet kishim, filluam të grumbullonim ndihma, t'i çonin nëpër familjet në nevojë. Pastaj ditë pas dite duke strukturuar derisa erdhëm në fundjavë në krijimin e organizatës. Bravo qoftë. Gjë shumë e bukur. Në fakt është gjë shumë e bukur, është gjë shumë e bukur. Domethënë unë më ka pëlqyer edhe si modesti, sepse në përgjithësi janë ca njerëz që bëjnë bamirësira edhe më shpejt e shesin se sa e bëjnë në kuptimin e mediatik të gjës. Të them 2 fjali, se më kujtove diçka. Në fakt, një nga arsyet kryesore që ne donim që këtë organizat ta kthenim në një strukturë e cila do t'i shërbente njerëzve dhe të mos lidheshe me individin. Pra, fokusi jon ka qenë pikërisht atë çfarë tha drejtoresha e Korpusit Amerikan të Paqes në 5 vjetorin e fundjavës, para 5 viteve. Ju tha bë të mundur dhe hodhët një gur në ujë. Ai guri ka krijuar rrafë. Sot për shembull ka shumë njerëz të cilët ne nuk e dim dhe shkonin i blen shtëpinë. Neve nuk na lëmërën fare. E ka parë rastin tek ne dhe shkonin e ka realizuar shtëpinë e një familje apo një tjetre. Pra, ne nuk e dim sot se sa mirësi ka prodhuar ajo indicia që ne dam fillim. Dhe duhet theksuar fakti që u krijuan edhe 200 organizata të tjera, të cilat filluan të garonin me njëra tjetrën. Domethënë për herë të parë në Shqipëri të garonin njerëzit kush bë më shumë mirë. Kështu që unë mendoj që ne, edhe sikur të mos kishim bërë asnjë veprim për të mira materiale, jo më që janë bërë qindra, ne kemi realizuar misionin tonë. Ne donim që në syt dhe mendjen e njerëzve të shikohesh edhe të kuptohesh që po më një grup individësh duke u bashkuar mund ta bëjnë ndryshimin. Sot për një shtëpi, nesër për rast shëndetësor. Dhe mendoj që këtë kemi realizuar. Arbër, çfarë muzikë dëgjoje ti në gjimnaz? Adriano Celentano. Gati Chloe një Celentano? Vërtet? Një Celentano të gustet tua muzikore janë këtë. Baleno apo me Adrianon kam qenë rehat fare, rehat shumë. Se prisja unë do një nga këto AC/DC, Nirvana, Metallica. Ka dhe njerëz si puna jonë që përgjigjen melodinë. Rolling Stones. Non so più cosa fare. Pëlqen? E bukur është. Shkojmë me Adriano Celentano dhe kthehemi pas pak me Arbër Ajdarin, do të jemi Ndryshe në Top Albania Radio. Unë e mbyll gojën deri në 6:30 timse. Jo, se tani transmetim hape gojën. Moj pa, kjo reklama se unë ka marrë është kjo Estrella Galicia. Ore, ç'na ke sjell ti sot kështu? Ka një birë, na e lagë fytin. Është një birë pa alkool që ka ardhur sponsor emisionit ton. Zero alkool. Se deri tani sponsor sillte vetëm Melona. Tashi u bëra edhe unë, është zero alkool. Ja ku e ka 0-0 këtu, shi sa mirë është. Dhe me këtë duhet ngrej dolli për ekipin e Elbasanit. Po. Është i pari? AFO Elbasani, Akademia Futbolli Elbasanit, sepse dje me 10 lojtar Rafi ose më thënë mundi Partizanin 3-0. Qa thumë? Me 10 lojtarë që minutën 20, jo kështu. Wow. Ti nuk e ndjek futbollin. Gëzuar kur Elbasani. Kemi më teon. Reth kalas këndo kumuria Elbasani bukur Elbasan. Po sa mirë. Estrella Galicia 0% alkool. Elbasani kampion. Kështu që është pa alkool, se dhe alkooli më duhet mua dhe iki fare në këtë emision. Ne zakonisht vim përgatitur, po sot për ty nuk kemi përgatitur aq shumë sepse dim që ti do flasësh më shumë se ne. Jo mirë, jo, nuk. 4 faqe ke. Është e vërtet gjithë thon, po duke qenë ti pjesë e televizionit.
Sa e vërtet është për ty shpreha që televizioni është i gënjeshtër e madhe? Se kështu thonë, televizioni është i gënjeshtër e madhe. Dhe Tani, edhe unë bëhem pjesë her pas here e kësaj shprehje, domethënë që e pranoj që është i gënjeshtër. Ne të tre jojer. jo, unë se pranoj. Se pranon. Po televizioni nuk është domethënë diçka që bëhet nga alienë, televizioni bëhet nga njerëzit. Dhe Jo në kuptimin se si bëhet televizioni, po sigurisht flas, po them, në këtë rastin e Big Brotherit. Ti ke një simpati për Monikën, edhe në atë moment të duhet ta bësh pelte Monikën edhe i bie, ndërkohë ke mendim komplet ndryshe. unë se kam bërë këtë, ndoshta duhet pyesim Monikën. Në përgjithësi po themi, jo për ty, jo për ty, jo për Bigun. Në përgjithësi, Po nuk mund thuash televizioni, do thuash individi. Individi. Jo televizioni. Individi që ka vendosur në individi momentin del televizor. të mos jeti sinqert. Atëherë mund thuash Salcano, tek jo si ishte i sinqert. Unë kam përshtypjen se ka qenë, nuk është më sot njerëzit janë më të lirë, më të çlirë, më të nuk është një gënjeshtër e madhe televizioni. Për mua jo. Jo. Ty televizioni të ka bërë ekonomikisht më të pasur nga televizioni, keti tendencën, pavarësisht se ti e ke një organizatë e cila është humanitare. Po, jo vetëm Figura ime lidhet me punën që unë bëj. jo me televizionin. Jo, më lëm ta mbaroj. Lidhet me punën që unë bëj, pra, kur themi arbër nuk kuptojmë fundjava, se unë merrem full time atë gjë. Por e kam ndier që për shkak të promovimit që televizioni më ka dhënë mua, kurioziteti i njerëzve i ka shtyrë për të thonë ore me ç'a merret, ç'a bën, ta vizitojnë pak faqen e këtij, po sigurisht ti bën edhe një familje. Pra, përgjigjja është po jo në aspektin ekonomik personal, po në aspektin por atë që unë i kam ofruar të punës tënde, eksakt, për ta shtuar punën tënde. Po televizioni ka qenë faktori kryesor që në Shqipëri mbështeti. Nismen që ne filluam dhe që e mori vesh gjithë Shqipëria për ta mbështetur. Po, e vërtet. Okay. Arbër, a duhet të jesh më i drejtë për drejtë në televizion? Do të thënë ti je shumë i drejtë për drejtë në televizion, dhe është ky, si më thën, Chelsea-oti i suksesit, që je Jo, pa duhet kesh ndonjëherë të bësh kompromis me veten që mos ja thuash atë që mendon. Jo gjithmonë, po. Ti mund të ketë. Je bërë pishman në këtë rast po them, je bërë ndonjëherë që duhet ja kisha thënë dhe këtë, po nuk ja thash sepse po t'ja thosha do ndodhte më keq kjo gjëja për shemb. Po, ka pasur, po ja kam thënë emisionin tjetër. Nuk e mban ky more, nuk e mban ky more. Është i drejtë për drejtë Arbi. Domethënë ka një gjë që njerëzit duan, e pëlqejnë dhe thonë e lidhin gjithmonë me atë karige që është dhe thonë duhet jetë aty gjithmonë, është për faktin se është i drejtë për drejtë. Kur ka filluar ndryshe që nuk isha me Elonën, kam qenë me dy kolegë tjerë. Ne kishim një rubrikë që quhej Rock Politike dhe bërim dhe pyetje për politikën. Kështu që kemi edhe ca pyetje për politikën për ty. Ke ti plane të përfshihesh në politikë të ardhmen? Se normalisht një lloj politike humanitare është kjo që bën, sensibilizimi opinionit. Unë në politikë merrem. Me politikë merresh? Po. Në politika sociale merrem unë. Po në politik. Unë drejtoj një organizatë e cila ka krijuar një strukturë që mendoj që bën punë me volume shumë të mëdha. A do të përfshihesh thua ti në politikë? Do përfshihesh në politikë në të ardhmen. Kjo është një pyetje për të cilën unë nuk kam një përgjigje, sepse për hir të vërtetës, se ka vendos. Kam një sër projektesh, të cilat janë projekte kombëtare dhe e kanë super të nevojshme që unë të jem aty edhe disa vite. Dhe unë nuk mund të parashikoj se çfarë do ndodhi mbas disa vitesh. Unë them sot jam këtu dhe kam shumë punë. Ti ke plani që ka të bëjë me punën tënde aktuale? Po. Jo, domethënë Jo, plane me punën time kam unë. Unë ti them që dhe nesër thua ti nga ngarkesa unë mos përfshihem politikë për shkak të ngarkesës apo pse ti nuk për shkak të prioriteteve të mia. Prioriteti im është tani, për shembull që po flasim bashk, që unë të nis sa më parë, jam në pritje për lejen e ndërtimit, të nis sa më parë shtëpinë e të moshuarve dhe shtëpinë e fëmijës. Do bësh një shtëpi nga fillimi? Është me kapacitet, do të jetë me kapacitet 600 persona. Shtëpia të dyja, 300. 300. E të moshuarve dhe të fëmijëve. Është projekt kombëtar. Unë atë dua të realizoj atë, gjë që nuk realizohet kollaj. Po donatorë shteti apo? Jo, s'kemi lidhje fare me shtetin fare. Arbër, po pse kam dëgjuar shumë unë Arbër do kandidoj për kandidat bashkie. Që vitin e parë. Arbi, po. Arbër edhe kur të jenë zgjedhjet e ardhshme do të dalë i pavarur, po bashkin ka synimin e tij. E dini gjë apo s'tregoj unë? Dini gjë ato. Ka gjë këtu. Ku ka zë s'është pa gjë, po trego. Për vërtetës që ku kam vitin e parë, që kur fillova
aktivitetin e fundjavës. Deri tani jam 27 herë kryetar bashkie, 14 herë kryeministër dhe sa herë dalja e shtetit pritet ministria e jashtme. Unë mendoj që mund të jetë edhe dashamirësi e njerëzve. Po pse jo? Se të mendosh Duhet me të pa në një nga këto. E mendojnë njerëzit aq më tepër akoma që është dhe më vështirë ta thuash. Për sa kohë mendojnë dhe e thonë është dashamirësi. Por përgjigjja ime është që akoma nuk e kam vendosur nëse duhet që unë të përfshihem në politikë apo arrit të bëj më punë të mira kështu siç jam. Po çfarë mendimi ke ti për politikën shqiptare në përgjithësi? Me pak fjalë. Jo. Politika shqiptare ka probleme të mëdha. Probleme të jashtëzakonshme. I ka më të mëdha ka mazhranca apo opozita? Pse ti arrin ti ndash dhe ku? Ata që janë pushtet, ata që s'janë. Ky do me thënë jemi me PS-n apo me PD-n do me të pyet? Problemi më i madh një herë është gjithmonë i atyre që janë një lloj. Problemi më i madh është gjithmonë i atyre që janë në pushtet. Kështu ndodh në gjithë botën. Atyre kërkohet llogari që janë në pushtet. Po. Por edhe opozita jonë lë për të dëshiruar shumë. Okej, ti je i majt apo i djathtë në bindje? Si në fakt në bindje i djathtë, patjetër. I djathtë. Po. Je ti në të njëjtën linjë politike me babain tënd? Duhet të jem? Jo. Domethënë, ai faktën nga jeta se si e ka ndërtuar jetën e vet, mu më duket si i djathtë, pavarësisht se ai më të majtë ka qenë gjithmonë pushtet. Pse? Po, pse i djathtë duket ty? E dun apo? E dun dhe të djathtët. E dun. Sa pëlqen kjo pyetja tani? Shtata. Nëse do ishe pjesë e politikës. Po e dum sinqert përgjigjen. Po. Pse deri tani s'isha? Jo. Pse paraqikon? E dua më shumë se të tjerat, sepse mund të thosh edhe më shumë për politikën, paktën po. Sepse kryeministri ka qenë çika vërtetë, me thënë drejtën. Si? Ka përkrahur ka përkrahur iniciativën tënde, jo se po patjetër i ka pa harin. I ka pa harin, sepse e ke ndihmuar duke mos i marrë asnjë lek. Çu i bie? 700 shtëpi, nëse nuk do të rokisin dorën tonë, te dera bam do të rokisin në dyert e institucioneve. Kështu që i është dhënë zgjidhje. Thua për shtëpitë e tërmetit, pas tërmetit apo shënon? Shtëpitë e fillimi aktivitetit. 700 shtëpi keni bërë me lekët e donatorëve? GoFundMe, pa futje ke aty gjitha publike me video kush i ka dhuruar dhe sa ka dhuruar. E dyta, të lutem. 320 fëmijësh smundi që nuk trajtohen në Shqipëri. Avionit në Itali, në Gjermani, në Turqi janë shëruar. Tani kryeministri u mendoi interesojnë të ketë një 100 si puna jon. Ashtu është. Okej, nëse do të ishe në politikë, sot ishe për shembull pjesë e politikës, ministër, a ku dëgjon, dhe janë zgjedhjet. Dhe të ofrohet një koalicion me një parti tjetër ku është Monika Kryemadhi. Do bashkëpunoje politikisht me Monikën? S'bëhet fjalë që po. S'bëhet fjalë që po. Po treva jo. Po s'bashkëpunove? Po jo, valla që unë mezi po e myll tani, mos hajna një nga funi ti thu. Me që jemi tek Monika. Ka dhe dorë. Dgjoj. Ajo është Flori. Me që jemi tek Monika më ka lënë porosi dhe amanet ta përshëndes Arbrin me gënjeve të West Side Family, me Mirin. Po pse? Se është kjo kënga e Mirit që ka dalë tani që doli ke prajmi, që doli para një jave. Shumë e bukur. Më tha Monika përshëndetje që ka Arbrin. Domethënë ty të pëlqen? Shumë e bukur. Opa. Atëherë, përshëndesim Arber Hajdarin me Mirin. Me Mirin. Me Mirin e Monës. Ndryshe, në Top Albania Radio. Jemi live me Arber Hajdarin. Si po e pret finalen? Ke emocione për finalen? Kam shumë emocione. Ama mos u tall tani. Më shumë kam unë pse. Më kam vërtet se ti ka testin në burr. Ja po ju jap një lajm. Këtë emision është emisioni i 180 për mua. 180. Po. Prime. Që ka filluar Bigu i parë. 180 Prime me Arber Hajdar. Ua. Dhe kam shumë emocione normalisht. Si ke rezistuar? Çfarë të ka bërë të shkosh te 180-a? Durimi. Po edhe ajo që përmendet ti që jam munduar të jemi drejt për drejt, edhe qofta gabim se unë kam gabimet e mia. Me thënë drejtën, është pikërisht që ka mbietuar për shkak kësaj. Ka qenë drejt për drejt. Jo, po këtë vit unë mendoj që është më i lezetshëm se vitet e tjera. Është më i lezetshëm. Është më i drejt për drejt prandaj. Ku diun, më duket më i shliruar. Mos ja u vlerat Monikës, se bën Monika, jep. S'ma le pra ta thoja. Se ngre topin Monika. Më fali çik, është edhe Ledioni që është maestro tani. Arber si e bën atë që do më i pazarfi. Unë thjesht zjas kokën pa ai ka filluar mazë. Dhe gishtin, dhe nuk e kuptoj çfarë punë i prish që unë do ta shoh 50 sekonda më parë se tjerë. Thjesht ajo ide për ta parë që gishtin në Ledion. Jeni një treshe që nuk di çfarë them. Është profesion opinionisti për ty? Sepse jo.
Nuk është profesion. Nuk është, edhe refuzoj ta pranoj për gjithë ata që e thonë, sepse edhe mendoj që duhet pas i farkohet duhet ndryshoj. Po pse ne shohim panele televizive? Pra, duhet pra nuk duhet të jetë gjithmonë një njeri. Sepse njerëzit kanë nevojë të shohin gjërat edhe në këmbështrime të ndryshme. Pra, nuk mund të jetë punë, pra punoj opinionist. Ti je një njeri që gjatë jetës tënde ke krijuar, si e mendoj unë, bindjet e tua. Ti po flet për veten këtë rast. Po patjetër unë gjithmonë për veten flas. Pra me këtë po thua që s'do jesh më? Jo, nuk e thash këtë, po thash unë them çfarë është më mirë. Mendoj që opinionisti është një njeri i cili ka eksperiencën e tij me gjërat që ka kaluar në jetë dhe ndan mendimin e tij ashtu si e sheh ai botën, se nuk mund ta shohë siç e duan njerëzit. Ama e rëndësishme është që të thotë mendimin e tij. Po për shembull po e përgjithsoj pak situatën, ka shumë opinionistë sot që janë punësuar. Janë çdo javë, çdo ditë në program. Kryesisht politike, ata që marrin më seriozisht ne. Pa i politikës, ai bën flet edhe për ekonominë, flet edhe për krimin, flet edhe për politika sociale. Gabime kanë për mua. Nëse po flasim për gazetar politik, po flasim për gazetar politik. Nëse po flasim për njerëz që marrin përsipër ti bëjnë gjitha, unë mendoj që në fund nuk bëjnë asgjë, se s'mund t'i bësh gjitha. Nuk ke kohë të marrësh informacionin e nevojshëm, ta verifikosh është i vërtetë, s'është i vërtetë. Si mund të flasësh për gjitha? Domethënë ti ke njerëz që drejtojnë qeverinë dhe përpara se dalin dhe të flasin me median, takojnë kabinetin qeveritar, këshilltarët, marrin informacionet, i verifikojnë dhe pastaj dalin flasin. Arbër, kush është më e rëndësishme në një reality show për ty? Është casting, është moderatori, është opinionisti, kontenti i programit? Unë e di që ti do më thuash gjitha bashkë Elona se kurojnë mirë programin, po unë besoj që ka një element që e bën të suksesshëm. Top Channel. Televizioni domethënë. Bukur e tha. Top Channel. Logoja Topi. Ska më tani mundohu sa dush, nuk e bë dot, nuk është me. Nuk është me zor. Nuk është me zor. Është vite punë, është eksperiencë, është tani e pata të pjesën e kur dolën finalistët me hologram. Me hologram. Tani çka aty ishim studio dhe na thonë dhe kolltu që trina u dukshën sikur ishim në Matrix. Isha me teknologji shumë e lartë. Ishte magjik. Parë domethënë në Shqipëri. Shiko Arbër, bëja këto krahasimet se isha edhe me vjerrit e mi që jetojnë në Itali. Thosha shive që ja më ta çoj te kanali 5 se duhet me u krahasu me më lart, jo. Po, normal. Me 2, 3, 4. Dhe e çoja ke kanale 5 thoya shive valla shive që mburren ju me televizor. E çoja te Top Channel drit Big Brother. E çoja te kanale 5 Amici ishte Maria De Filipit, kishin ca kështu veshje shumë lart. Ekrani flasë. Arbër, është vërteta. Ti ke këto kënaqësi që ka në përgjithësi artistët, se më flas për veten time, me që jam me program që ka art brenda. Edhe atë kënaqësinë që ndjem ne kur marrim opinionin në rrugë, për shkak që Samir djen u shkriva s'qeshëm me ty, sa e fortë ai materiali që bëhet me këtë. Domethënë këto lloj feedbacku që marrim ne si artist, ti e merr si Kënaqem. Kënaqesh. Vetëm sot mund të kem pas 20 njerëz të ndryshëm, kudo që kam hyrë. Edhe mua pëlqen të bëj dhe muhabet, edhe zakonisht i kushtoj 3, 4, 5 minuta, 6 minuta dhe i pyes. Edhe më kapën shpar për shembull ca fanca të mirit. Edhe ti që si e me mirë. Edhe të me ta bëj pyetje. E pse çka kemi çunin? Ta dëgjoni. Ai është një program ku secili ka mendimin e vet. Tani për mua miri ka disa arsye që mua nuk më pëlqejnë dhe nuk bi dakord me ato. Po do jemi pari që sido që të shkoj, do ta kapëm faqe, do ta puth në sytë Monikës në faqe dhe do ulemi tam drejt, siç jam ul me çdo njeri që ka qenë pjesë. Po, normal. Miri më. Po kënaqem me shumë. Kënaqesh, e ndjen atë feedbackun edhe. Ka dhe gjë. Se Big Brotherin e shohin 90% njerëzve. Edhe secili prej tyre ka mendimin, e sigurt për secilin. Dhe mund të diskutosh pafund, kënaqesh në çdo lloj moshe. Po kështu ka që të jo të shajnë, po që thon po ti marr ti kështu ka. Jo për zotin. Jo. Edhe kur është ndonjëri që është kundra mendimit tim, e kthen në humor, nuk është arrogant. Njëri një taksist dje po bleja ca ilaçe rropash edhe kur po kaloja rrugës mbi fund makinën, tam eci edhe frenoi kështu vap për herë, edhe thashë vllai po të shkelë po. Rrugën ta hapun tha po, ndaj çik drejt modelit. Është gjithmonë me nota humore. Ne që jemi këtu ndaloj policit dje. Po flisja me Arbërin për sot. Madje se kisha pam që muj me motor nga mrapa. Po ti në telefon është i tikë dyshim.
Shife më këpo flas, shife. Salzano është që ke dyshim kjo. Për zotin gapi si isha në telefon. I tha shife. Se mos e ke thënë në një kështu arbrajtari. Famu, pyeti një herë kush do fitojë. Se i lezetshëm shumë. Arber, a mendon se ky Big Brother, përqendrohemi te ca pyetje Big Brother. Po, patjetër. A mendon se ky Big Brother ka patur më shumë lojtar që kanë luajtur për famë se sa për çmimin e madh? Po, jo vetëm këtë edicion, edhe edicionin që kaloi. Kemi pasur lojtarë që dëshirojnë të bëjnë veprime që të njihen sa më shumë. E kuptoj. Të mbahen mend të spikas. Për shembull, apo s'man mend me emra. Për shembull, tani kush i man mend? I kanë tash ato. Kur kemi 180 emisione mos numëroj personazhet tani. Dash edhe emra. Se po të numërova personazhet, Si thaj, na thuaj emrat e banorëve të Tokios. Arber, a priset ti të ishin këto 4 finalistë? Nga gjithë mbledhjet që bën ti kush e fiton, kush është në finale, kush e fiton Big Brotherin. Prisë kjo të ishte 4 apo dikush të doli surprizë? Dhe pse Rogerti? Rogerti ishte surprizë për gjithë. Rogerti, ë? Nuk e di çka ndodh me publikun që ose ka dashur që të shohë se si do sillet Rogerti tani që vajti në finale. Luftë deri në fund. Po pse është surprizë për ty Rogerti? Ja nuk është ai djali që ka luajtur. Jo, nuk është surprizë për mua, thjesht unë nuk e kisha parashikuar në 4 shen tënde. Po. E kuptoj. Nuk e kisha parashikuar në fillim se rrugtimi ishte i gjatë, por 2 emisionet e kaluara fillova ta shikoja sepse kuptova dhe bëra një analizë tjetër. Në fakt që është i domosdoshëm për shkak se filloi gati 24 orë mendonte vetëm për lojën. Si të ngacmonte këtë, sigurisht nuk bi dakord kurrë me pjesën ofenduese të atij, ama si strategji loje ai ka pasur strategji të qartë. Kush është për ty lojtari më i zgjuar i këtij edicioni dhe kush është më i dobët strategjikisht? Është pak pyetje me të futme. Jo. Merre si të duash tani pyetja. Kjo është. Mirë. Jo, më thjesht do tregohemi sinqert, s'ka problem. Po. Prandaj televizioni është gënjeshtër tërmave. Unë kurse si nuk dua që të paragjykoj cilin do që është fitues dhe e di që në këtë pikë të lojës, themi ne, ande nga anën tona. Po. Mendimi im mund të merret si referencë dhe mund të paragjykohet. Mund të jetë edhe çik ndikues thua ti në këto ditë votimesh. Mendoj që po, kështu që më mirë ti lejmë të garojnë edhe këto ditë që kanë ngelur. Po lojtari zgjuar deri diku Miri, lojtari zgjuar deri diku Selin. Deri diku domethënë deri diku sepse ka pasur momente për të cilat unë mendoj që kanë luajtur gabim. Edhe normalisht që janë treguar të pazgjuar. Po, midis atyre po të citoj këto emra, edhe si strategji loje, edhe Rogerti ka pasur strategji të fortë. Më të pazgjuar janë shumë. Janë gjithë. Jo të gjithë tjerë, se kemi edhe lojtarë mesatar, po një pjesë e mirë. A do doje ti të kishte edhe një tjetër në këtë finale, domethënë e meritonte edhe dikush tjetër finalen? Jo. Është 4 që unë jam gjithmonë për finale me 4. Okej. Jo me 5. Është ky edicioni që ka qenë më pak erotik, që ka pas më pak puthje, më pak të vështirë ka qenë. Ë? E vështirë ka qenë. Domethënë edhe Brikena me Mateo me zi u afro. Me zi, po, edhe ngela emision pas emisioni masja këndin. Atë pra. Sa po afrohet, ë? Atë këndin. Sa shkonte këndi. Edhe ishte si një anije me vela që shpresonte të lundronte kur s'kishte erë. Edhe kishte hapë atë nuk lëvizte fare dhe unë që ngela me atë kompastin tim tu mandi velin emision mas emisioni. Opa, u puqën. Kush është, kush është më i mbi vlerësuari për ty nga banorët? Më i mbi vlerësuar. Që nuk e ka merituar. Më i mbi vlerësuar. Do të thonë një banor i zakonshëm, një lojë i zakonshme. Një që nuk e ka merituar thonë. Bylleti. Zak. Po e sigurt që i ka çuar mesazh Monika çfarë tani? Që këto të mirë, jo, për zotin, jo. Jo, unë thash po një mosha çik Monika se thash mirë, po më i mbi vlerësuar, miri pak di. Na, mbaj. Barazim, çore çik Monika. A ka ndonjë banor që të ka nervozuar gjatë këtij edicioni ose një banor që sa flet ty të nervozon, thu nuk e dëgjoj. Po, Rogerti. Sepse mund ta ketë edhe nga kërkesa, të paktën emisionet e fundit, po 3-4 emisionet e fundit, edhe kur doja që t'i jepja drejt për në gjon, bërtiste.
Domethënë, edhe nuk dëgjonte fare se çfarë po i thonë. Mos bërtit më burr, mos bërtit. Kam vënë her pas here që ti jep shembuj sepse i thua banori që jep një opinion tënd ose një mendim, thua që dëgjoj, se të kam pa shumë mirë, se ku shkove aty ke dhoma dhe unë Po detajist. Unë kam kriju përshtypjen sikur ti nuk fle gjumë valla, ose ti ke një staf tëndin që të jep gjërat kryesore, thotë shikoj çik të harbër sepse duhet atë natë në opinion të Prime-it, apo ti shef shumë Big Brother. Un kam vështetësit e mi, të cilët janë të shumë në numër, dhe deri tani nuk i ka ik asnjë situatë. Domethënë ti ke informacion vetëm nga ato. Unë mjafton të hap, jo, sigurisht që vetëm nga ato. Kam edhe kohën time që harxoj për parë, patjetër. Pastaj sidomos kur ka situata delikate, nuk shoh vetëm një video të shkurtër, po rikthej te Digitalbi, shkoj tek minutazhi i caktuar dhe mundohem ta çoj deri në fillim ku ka filluar dhe si ka filluar gjëja. Po është e pamundur që ti të hysh te Instagrami im dhe të mos shohësh në kohë reale 300-400 mesazhe që informojnë për situata ndryshe. Unë i marr të gjitha me rezerve, ama marr disa indicje që futem në këtë orë, në këtë gjë, shikoj etj. Por pas po Big Brother të merr kohë për ta parë. Sepse sepse një debat që ne e shohim sot për shembull me nota shumë të larta, mund të ketë filluar dje. Edhe ti do shkosh ta shohësh dje se si ka nis. Patjetër, që të kesh një opinion sakt. A është luajtur një lojë e pastër apo ka patur shumë alanca të fsheta ky Big? Ata kanë menduar që kanë pasur alanca të fsheta, po ne këtu. Ne këtu. Ke ti kështu ambicie televizive, kuptimin që ti nesër do jesh Big Brothers, ose Big Brother mund të ndaloj, mund ku diun, çfarë mund të ndodhi nuk e di. Ti do të jesh pjesë e televizionit në një farë mënyre? Nuk e kam menduar këtë gjë. Se ke menduar? Ja. Më shumë ka menduar politika. Nuk e kam menduar sepse unë edhe, domethënë përfshirja ime në Big ka qenë një telefonat ku unë fillim herë mora thash mos kanë marrë për të bërë gallat me mua, kupton se tani unë me telefonat e kurth që bëj unë me Elon. Po, edhe thash është ndonjëri nga ata aty, edhe kanë thënë hajde ta marrim mirë këtë palë kusht, edhe nuk e di, varet nga propozimi dhe sigurisht ti se besove që ishte vërtet kjo gjë. Fare. Unë sa kam besu edhe mbas një muaji që isha në program. Si jam unë kë? Që unë uli aty dhe aty pasaj është aty vin për placet dhe ti thua vllai. Qa deshi tu mëri që mirë? Kush mendon ti nga 4 finalistëve po e manipulon më shumë publikun? Ose i duket atyre si më bëjnë? Mona, më ndimo! Qa ka të këshia i Kamili sot, në s'këtojës? Më ndimo, Mona! Ta marrë qik Monën se kam nevoj për vështetë. Gjose, ne kemi një rubrikë që bëjmë pyetje. Jo, kam vërtet të, se do të luaj qik rolin e viktimës. Miri, ka qef ta luaj, a? Po, ka qef ta luaj çik sikur, domethënë gjithë i kanë rënë në qafe, ndërkohë që po në fakt e vërtet është më tani më. Mendon ti? Tani Arbër tani, po edhe kjo mendon ti, patjetër. Unë mendoj që po luan pa rolin. Tani që është lojtari më i sulmuar i këtij sezoni është, me thënë të drejtën. Viktima nuk e ka luajtur, nuk ka ndetur qytetar. Të jesh i sulmuar nuk do të thotë të jesh i suksesshëm. Po zot thotë jesh as viktim nëse ti sillesh kështu. Jo, por unë mendoj që Mirit nuk i shkon ai rol, se është i fortë. Unë Mirin e njoh, Mirin në përgjithësi kështu është i qetë, i shtruar. Jo, unë se di, unë nuk e njoh. Unë po them për sa kohë shoha dy brenda, sa kam takuar ajo që të krijoj një perceptim. Nuk ndryshe në jashtë. Ashtu është dhe jashtë? Është i qetë, i shtruar, i merr gjërat me qytetari, i merr gjërat me, domethënë nuk është viktim. Mirë, Monika me këtë rrit tani kur dali ai. Miri me i mirë, unë ta kam thënë tani çfarë. Iku mbaroi, tu bën dy. Dgjoj, un kam një pyetje provokative, pak provokuese, po duhet të them, dua opinionin tënd. Po. A ka ndjenja Miri për Selin dhe a ka Brikena ndjenja për Mateon? Po unë jam përgjigjur të dyja këtyre. Tani në këtë ku po flasim. Po, mendoj që po. Po. Të dy. Jo, mendoj që Miri ka ndjenja për Selin dhe Brikena s'ka ndjenja për Mateon. Po. Në kokë i re më bur. Po. Sepse këtë mendim kam dhe unë. Po. Se kisha mendjen se po më shkruanin fancat dhe tani ka publicitet dhe ka dhe lajme. Po jo, se kam pyetje tjera tash. Ndryshe, në Top Albania Radio. Do shtrydhin sot. DJ Kloe sot na ke kënaqur me këto italianët një. Bravo të qoftë. Ashtu. Tani do hym në pyetjet pa nivel. Se deri tash ishim nivelin lart. Jo, po zakonisht kur njerëzit që vijnë këtu janë me nivel. Ti je me shumë nivel.
Kështu që pyetjet e do pa nivel për të kthyer një përgjigje me shumë nivel. Uroj ta përballoj. Po. Fillon. Jepi usta. Ti qesh rrallë apo shpesh? Shpesh. Kjo është si alucinative si përgjigje. Se? Kur shefin qeshësh ti mo? Po më ti shikon mua 6 orë në 12 orë në javë. Po pjesën tjetër të kohës. Okej. Jo, po ta di, për ata që unë e di që ti qesh. Ai përket ti shok të ngushtë apo shoqe të ngushta? Kam. Edhe shok. Shumë apo kështu me pikatore? Jo, pak kam. Pak. Pak kam. Mirë është me pas pak. Kam 2 me 2. 2 shoqe, 2 shok. Po. Janë shok shkolle apo janë fëmijërie? Janë 2 janë fëmijërie, 2 janë të gjeneratës së re të marrëdhënieve të mia. 2 gjeneratës së re të marrëdhënieve. Domethënë shok pune, kështu Po, shok kolegë pune, që janë po, për okay. shok shumë i koptaj. Ke provuar ndonjëri të tënde në një lloj droge? Jo. As hashash, as kokainë, as gjë, as fjalë. Kur as kur Vetëm një ves kam unë që pi duhan, dhe atë do ta lej. Alkool jam 0. Alkool 0? Po. Ja, ku është birra? Bia birrën. Ka birrë vetë ai vajzo. Stopa emi se mvodhën qoftë. Po, Dasmat. Ose bën qoftë se ngelatri nuk se state, aman se ngelatri. Arbër, a është kjo hera? Estela Galicia. A është kjo hera e fundit që ti bën Big Brother? Nuk e di. Kjo nuk është në dorën time. Okej, po nëse do të ishte në dorën tënde? Nëse do të ishte në dorën time, do filloj ta mendoj. Jo, thua jo. Do të ta mendosh për jo, domethënë. Do të filloj ta mendoj. Domethënë se çfarë vendimi do marr. Se çfarë vendim do marrësh. Dgjoj, i ka shijuar shumë Bigu, kështu që nuk i kollaj. I rin, mirë. E di se është puna si do ishte i arbër? Si puna ime. Unë gjithmonë ndroj partnerët në Portokalli dhe vetë nuk aty jam akoma. Edhe 30 vjeç. Edhe 30 vjeç. A janë trembur ndonjë çik partnerët e tua se po marrën Bigu? Ha? Se goca. Më tha, po ku tani do bëhesh me trem duket, jo, me ide. Edhe ajo duhet. Kush janë programet që të shijojnë ty më shumë në televizion për t'i parë, jo për të qenë pjesë, pra kur ulesh bën atë zapping, ku ndalon? Portokallia. Kur thash unë ikë dhe ti. Nuk është shok, ë? Jo. Po mirë, si çfarë shef ti? Unë shoh Big Brother. Po, shumë mirë, Big Brother unë s'kam s'ta shoh se jam aty. Unë shoh Prime vetëm, po Tani Big Brother unë jam. Nëse po më pyet, çfarë shikon? politik, shef politik? Po shumë rrallë. Vetëm ku ka ndonjë ngjarje Se çfarë desha të pyetja, po Mos vjen arbri prezantues. nuk e di pse miku, për shembull, kur mos jesh më në Big Brother ti do bësh si ai curri ke Grita Duma ti është çdo ditë aty për të Dëgjoj dhënë tani. Informacionet e mia. Hajde ti. Kush i tha këtë një? Kush e tha këtë? E ke shok kryeministin e Shqipërisë Edi Ramën? Nuk mund ta kem shok. Jo. Jo, nuk e kam shok. Kam një marrëdhënie, nëse do ta dish. Po. Një marrëdhënie ku për hir të vërtetës që në fillimet e marrëdhënies kam shërbyer për të vënë në dukje disa gjëra që mendoj se mund të bëhen më mirë, disa gjëra që më janë marrë referencë dhe janë bërë më mirë dhe mendoj që kam shërbyer deri diku që ca gjëra të jenë më mirë. Domethënë ti mendon që ai ka konsiderat për ty? Mendoj që po. Mendon që po. Kush e ka më mik, ti apo babi jot? Më mik Ti. po edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të viteve, kam përshtypjen se i mat. Yta. Do thon babi jot. Po. Babi. Politikani që urren më shumë politik shqiptare, kush është? Keni që urren që nuk e shef dot që ka Nëse kjo shkon. fjala urrejtje nuk është. Jo, që nuk e pëlqen, më fal. Mirë, jo urren, nuk e Pra, pëlqen. mi e bërë se kyta që na bëri me Si shpata jemi nga samurai. natri, Mi që thashun politikan që do të vrasësh. Kjo fjala nuk pëlqen fare, edhe kur e dëgjoj sidomos Mirë. kështu mes fëmijëve the mos si Mirë, fjalë. dakord. Sali Berisha. Sali Berisha nuk të pëlqen si Nuk më politikan. pëlqen, po. Domethënë më ka pas pëlqy, po mendoj që Pse s'pëlqen? është konsumu shumë. Është ka konsumi që ka. Po, mendoj që ka ardhur koha shumë herë që duhet të ajo parti të hapesh. Arbëra do hyjmë në Bashkimin Evropian, se do hyjmë bëj aja 26-a, 28-a, 30-a. Inshallah s'po na shkatërrohet Bashkimi Evropian sa do vi gati. Kur do të ne do ikin gjithë tjerët. Se bota po kalon ca Larg qoftë. periudha shumë të vështira gjeopolitike. Unë dua një opinion tëndin për Ledion Liçon si moderator. Mos jo nuk dua gjërat e mira, se e dim që ka shumë të mira. Jo, po duam një të mirë, duam Sa pastaj një. defekti ka Ledioni që ty nuk të pëlqen?
I ka gishtat e mdhenj. Ja ze zarfi kështu. Edhe pi ujë gjatë kohës publicitetit. Ma ze zarfin. Po. Tani, do t'i bim tjetrit në qafë, unë mund t'i bi. Po, se kam fort për qefën, që t'i bi në qafë. Sepse, deri tani, për hyrë vërtetës, marrëdhënia që kam pasur unë në studio, më ka dhënë një komoditet të jashtëzakonshëm. Domethënë, është një profesionist që me çdo që shoqërohet, në studio e kam fjalën, ditë respektoj mendimin edhe kur nuk është dakord me ty, ditët ndërpres pa të fyer, pa të ofenduar, dita ndaj mendimin e vet që është kundër me tëndin, pa të paragjykuar atë tëndin, dhe unë mendoj që deri tani peshorja e tij rëndon tek gjërat e mira. Shiko, Arbër, unë them e bëjmë kështu, na thuaj një defekt që kur të filloi Prime, thot ai, se kishe folur për mua lart e poshtë, kishe thënë që kam këtë defekt. Një gjë që e diti që të qarkullojmë ne. Po mirë, për shembull 3 opsione ti zgjedh unë një. Shumë mirë, atëherë do thuar që edhe ti e njeh mirë. Që Unë kam 3 defekt. që nuk ta jep shpesh fjalën ty jap më shpejt Monikës. Që gjithmonë që ti do ta shikosh 5 sekonda përpara se kush eliminohet, ai ta zë, edhe ti do doje ta shikosh se ti nuk e tregon. Që është më ironik se ç'duhet. Ajo varet se ka njerëz që e pëlqen ironin, ka njerëz që është relative. Po ke shumë drejt, ka shumë gabim që jep fjalën Monikës para me. E gjetëm, e gjetëm. Edhe domethënë Turp TV-s, un kam dhe vit aty. Po, Monika jo vetëm që ai e para, po e jep më shumë. Monika flet 10 minuta, ti flet 10 sekonda për të duhet pika. Dyshoj që mund të ketë një aleancë të fshehur. Jam në investigime sipër. Ke kohë, edhe 3 ditë. Edhe nuk ka problem. Do hakmerrem edhe pasi të mbaroj emisionin nëse zbardh diçka. Kush është më arroganti nga ju të tre, me që ju jeni, po themi, Ledioni dhe 2 opinionistët që është qendra ku rrotullohet gjithë Prime-i. Kush është më arroganti në mënyrën se si flet me banorët apo me opinionin. Po unë po them për arrogancë kështu, po. Po, e kuptoj çfarë thua. Momentet e caktuara, unë mendoj që ndonjëherë Monika. T'ja bëjmë Ledionin kështu? E mësove ti salsa? Ajo është, pa edhe Ledionin ndonjëherë. E mësove ti këtë? Si ishte ke Arbër? Po se bëjmë të atë nëse do t'i kesh gishtat e gjatë. E gjatë si ajo. Edhe thonjë duhet kesh. Ne me gishtin e vogël, domethënë Ledioni është vend tret për arrogancës, besoj se është arrogant. Arrogant, nota arrogance. Eksakt, që mund shpesh herë të duket. Nota të që e kalon pak atë tonalitetin edhe qetësinë. Si thot, ora 2 e natës. Klona duhet pak muzika e Big Brotherit se kjo është pyetja më e rëndësishme e pyetjeve pa nivel. Të tën 10-ta. E bën ti. Big Brother. Atëre. Kush? Po maj çik. Kush e ka ditëlindje? Kush e ka ditëlindje sonte? Kush e fiton Bigun? Kush e fiton zjatën? Po, zjatës, po. Kush e fiton Bigun? Se do të kjo pyetje, më thënë, është vërtet pyetje pa nivel kjo. Kjo është pyetja më pa nivel. Këtë vit e fiton Monika. Bravo Arbër. Dëgjoj, atëre unë në përreshtat e kësaj që sapo deklaroi Arbri, sapo mora vesh që Big Brother fiton Miri. Publicitet, ka publicitet, s'ke çfarë thosh, ka publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Jemi me Arbër Ajdarin, akoma ka fluturu koha, kemi fillu në 6, 7:20, kemi 1:20 bashk. Ne ishim sigurt që do kalonim një kohë të mirë, po, edhe kaq të mirë. Rripa me rak, sot është e martë. Sot është, po pra, s'ke prajnë, po prandaj. Jo, jam sull, deri në 2, se kapi bjoda, ta që plaka të deri në orën 8. Me këtë më ca dush, kjo nuk përzitet sot. Por sot ne kemi 2 ndeshje shumë të rëndësishme që janë... Qa janë, mo? Ju s'men me ndeshje, kështu që... është fan klubi, mo, është finalja fan klubi, dhe ikin orën 9 që fan klubi në rriti. Të rova, Kjera, kolegja ime... Po. Kjo dhe i ndronë. Dëgjoj, tash vetëm tim intereson. Dej në orën 8. Je zemërja. Në fakt, unë zakonisht bëj një rubrikë që nuk do doja ta bëja me ty sepse e di që nuk do të pëlqente, po dhe
Dhe do të vinte pak në siklet. Sepse ke në karakter dhe në natyrën tënde nuk do që të bësh kështu muhabetesh. Por unë kam bërë një gjë tjetër. Do të ketë shkumenja për ne gjë. Po patjetër. Sepse ne zakonisht vendosim fjalën seks në vend të fjalës seks, vendosim fjalën Mirë bëni. Po bëjmë shumë mirë. Që bëjmë Se seks. përsëritet shumë. Që bëjmë seks dhe bëjmë shumë mirë. Përsëritet shumë edhe bëhet bajat. Ndërkohë unë mundova të ajo një gjë që ka të bëjë me banorët e Bigut. Dhe në vend të emrit Rogert ka vënë emrin Selin. Në vend të emrit Rogert, emrin Selin. Selin. Po është dhe Miri dhe Mateo, se flasim për të katër finalistët, po I kemi na katosi Ato çik nuk këto e diti. pyetjet. Apo I peti. Po unë tani të Ta, po të pava. tretën ti e bëre, po harrova, të tretën bëre ti. Domethënë ti e kupton përgjigje që bëhet fjalë për këtë dhe do flasim për këtë. Po pra. Bëhet fjalë shpjegoj edhe për- një herë për publikun. Po, Atëre gëzuar një herë. gëzuar. Se Zgjot s'bim mirë. pa alkool, Estrela Galicia. Po mua pse ma more mua? Dyshoj që mund ta kesh me alkol. Është 0-0. Nuk them çfarë shifet, them çfarë duket. Jo, më vjen keq. Do ta provosh, po ti nuk pik, ti pi vetëm Jo, teja. jam- Atëre në vend të emrit Rogert do vëmë emrin Selin. Po, qartë. Han. Sa seksi të duket Selin? Me që s'kishte të bënte fare me seksin. Të merri. Po si e do domethënë përgjigjen me numra? Si Me e do? numra, të hapësh me numra nga 1 e 10. 0.5. Me se ka dhe minus, mirë së shkeq. Mendon ti që Miri s'ka asnjë ndjenjë si shok për Selin? Jo, nuk ka. Nuk ka. Jo. Fare. Kujdes, Selina është Rogerti. Po mos e përmend mi ç'kemë. Po pra po, më mirë sa I ka qef vetëm Do gatrohu, tani s'ka se gjë. kam Vetë shok. gatrohet, sepse po gatrohem jemi dy do herë për gatrohem me kënaqësinë ti. Po e tënde. kam shok. Mos e përmend. Vetëm ki gjë që po unë gatrova unë del si ç'është. Pa të pra du Por ne dhe I them sa s'kele dali ashtu siç është. E mbylla. Beson ti që kur të dali Selin dhe Miri do kenë shoqëri bashk? Po, Po do kenë, Do jenë shok, ë? besoj se po. Do flasim, do Po, jenë s'ka për problem, ai kërko falje. Harrume, një prime po, një prime jo, falje. Mund të themi që është inteligjente Selin për mënyrën se si luan? Pa dyshim që po. Inteligjente. Pa dyshim që po. Ai e ka treguar këtë. Ta futi na. Mund të ndodhi që mbas Bigut të kemi një konflikt Mateo Selin? Nuk e besoj. Nuk e besoj. Ja. Jo. Se Selin është lojtare mirë për atë punë, kështu që Nuk mendoj që të ketë konflikt. konflikt. Po. Në qoftë se do dilte Selin dhe Miri në fund, ku ngelin ata dy të fundit. Po. Kush mendon që do ta fitoj? I miri Monës. I mirë. O zotar, priflet unë e lidhe dhe me portokallin që I shkon Monika ke studio. Me bukur është kujto tani Mateo po, hapu pak. E kaloj me sukses. Kam dhe pyetjen e fundit. Vazhdo. Këtu do gatrohem unë. Këtu do gatrosh. Mendon që Selin do prezantojë një program në Top Channel kur të mbaroj Big Brotheri? Ka aq shanse sa ty të dalin flokët pa i ndjell. Fam ka çuvesti. E kisha për Selinin e vërtet këtë. E s'ma the këtë. Po të mendoj. Ja, kaq ishte. E mbaroj Selinin e vërtet. mbyllëm. E ishte interesante. Arbër je shumë U kënaqem. je shumë I papar, je shumë inteligjent. Arbër, dëgjoj, unë dua që sepse unë zakonisht kemi një barsalet në javës. Dhe unë gjithmonë tregoj çdo javë një nga një barsalet. Dhe duhet ta lëm ty, duhet ta lëm ty nderin që të tregosh një barsalet. S'di parsalet. Nuk di asnjë Jo, barsalet? pardon. S'di. Mund Tani, të prit, Okej. se jam përgatitur unë. Se ky pyet mua me çfarë sepse do barsaletën. Unë dijaj shumë barsaleta sa shkoj sfida deri aty se dhe me çfarë do që ta tregoj një. Çfarë dush ti? Kështu që Tu e nëse një të bukur sot që të ngeli. do një bukë që të ngeli. Po. Atëre, Ta zgjedhur me çfarë dua. të tregoj unë këtë që kam apo do? Mirë. E ka nda me njën. Mirë, zgjidhe ti do të tregoj këtë unë pastaj. Zgjidhe me Dua çfarë? një barsalet me ulluk. Me ulluk? Kam. Jepi. Njëri kishte një të dashur dhe kishte hyrë në shtëpi. Po nuk e dinte që burri I erdhi herët nga puna e saj. Se ishte ndark, ai ishte tuni tret, po u kthy se kishte prish fabrika, ku çfarë ishte bër, edhe në orën 12 erdhi në shtëpi ai brenda.
Edhe çat bën të zbëjta, burri ti për jashtë. Një dal aty ai ke balkoni u vargo ulluku. Një po burri erdhi në shtëpi. Po flinte, fjeri gjum. Ai shkreti, do bie nga balkoni, do vdes, do vshon bashkë ulluku, sa gdhiu. Ulluku mashallah. Mashallah ulluku mante. Kur u gdhi, kujtoj që ishin katë parë, ishte gjysmë metri nga tokë. Po se frika e vërtetë është tu. Dëgjoj kjo është me balkon, po çfarë ti bëja donte me ulluk, bëra ulluk në balkon. Më përgatiti gruaja vet, mos sa kur të pyesi Salsano sa. Lere ta thotë që kishte. Gjata, kjo është shumë e bukur. Se e ka menduar gjatë. Atëre, një mësuese në orën e matematikës, mësuesja ishte shumë kështu me nxënësit të bënte kështu testime, të shpejta, të shkurtra dhe kishte bërë një testim dhe një nga pyetjet ishte në një pemë janë 10 zoq. Ti qëllon me çifte, ai gjyetari dhe 3 zoq u vran. Sa zoq mbetën në pemë? Po. Të gjithë kishin këtu përgjigje të tjera, vetëm një nxënës që thën asnjë. Se u trembë të tjerët ikën. Po, kjo ishte logjika, tha, po si, në një orë matematikës e tha 10 pa 7, 10 pa 3 7. 3 pa 7. I tha, po jo, tha, po zoj të trëmbën. I tha Zysha, dëgjoj tha, këtë drejti, po, domethënë, është matematik sot, po më pëlqen mënyra si ke logjikuar ti të ushtrimin. Okej, mësuese tha, ai do të bëj dhe unë një pyetje ti, po. Se këtu fillon. Janë 3 gra tha që janë ulur në një stol në një park, edhe pa hana kollore. Njëra e lëpin, tjetra e kafshon, tjetra ha me gjithë kaush. Kush është e martuar nga këto treja? Dhe ajo Zysha u mendua një herë, tha, ajo që e lëpin. Jo, tha, ajo që ka unazën në gishta, po më pëlqeu mënyra si e logjikon. Je shumë i pisën. Ika të ka fuqe. Një pyetje kam unë për këtë tëndën, se ti duhet ta dish se si ka shkuar muhabeti deri në fund. Po. Kjo që ngri çfarë mendimi kishe Zysha? Ajo ishte divorcuar, kurse ajo që me gjithë kaush. Po Zysha to. Ajo që me gjithë kaush ishte publicitet, arë faleminderit. Faleminderit që ishe me ne, je shumë i mirë edhe turojmë gjithë mirat në gjithë detyrat e tua, edhe shoqërore, do të ndjekim gjithmonë dhe do të përkrajmë. Se morë vesh harrova me lajmin. Sa më buk kryetar, tani dalën këtu. Shkojnë në zyrë ka mafë. I kryetar bashkie? Po. Atë ti sot kryetar bashkie, pas nesër vjen kryeministër. Kryeministër, pastaj ministri i jashtëm. Ora ta bëjmë një pyetje me fundit. Çfarë ministri do të Çfarë ministri do dohet bësh ti? Se kishte hapur në Bashkimin Evropian. Do hym. Isha edhe ke sa viti diasporë. Do hym, po se kur nuk ta them, po që do hym, do hym. Dhe tani kemi edhe një kërkesë fundi për ty. Dua të bëjmë një foto unë, ti edhe Elona, po do bësh dhe një foto tek me Edean. Patjetër s'bot fjalë. Kështu përfundon tek pulsi tan kështu përfundon. Dhe intervista me Arber Hajdarin, faleminderit shumë. Shumë suksese për finalen. Faleminderit shumë dhe urime që i jepni njerëzve kaq energji pozitive. Është shumë e nevojshme. Shumë. Imagjinoj sa veta mund të jenë trafik tani. Po. Na zona e shprehje. Që gjojnë që ai zëri juaj mund të jetë kthyer si e vetmja shpresë. Faleminderit shumë, suksese finalja e madhe e Big Brother më 18 prill gjithë pas Top Channel. Unë jam gjithmonë gjithëse se të mos zot skuadra. Nuk e tha kur se kë mendonte, por nuk e tha s'ka dhe ka drejtë se s'ka si mendim. S'ka si mendim për këtë. Janë ditë votime. Mirë, publicitet? Adriano. Celentano. Jo, Toto Cutugno, l'italiano. Çka Toto Cutugno? Toto Cutugno për cilën marrin. Yll botash dhe ky. Edhe ky yll botash. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ky zëri i ëmbël i Edeas që ka bërë reklamën e Shpadetës, po Spadeta nesër do jetë live në sallën e Portokallis dhe këndoj atje. Sa bukur. Çfarë artisti është ai, çfarë këngëtari është ai? Është këngëtar i mrekullueshëm. Do ikim bashkë 28 prill ta shohim te Universiteti i Artëve. Patjetër ti merr Lorenz, un po marr Irionën. Po, ikim edhe kënaqemi se ka është fiks kështu edhe për të dashuruarit, muzika e tij aq shrill, aq tamam për ne domethënë. Tani u dua t'ju them se nëse dëshironi të bëni dhuratën ideale, mund të kontaktoni në Max Optica, si do thoni ju, kudo që ju jetoni ka një Max Optica në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, po dhe nëse e keni të pamundur fizikisht për të qenë në një nga dyqanet e Max Optica, mund të klikoni maxoptica.com sepse ka
deri në 50% ulje. Dhe ky është një super lajm për koleksionin e ri Spring Summer 2026 që vjen diçka e re dhe është me minus 50% ulje, dhurata ideale. Vizitat okulistike janë falas, edhe skeletet optike gjithashtu kanë uljen nga 10 deri në 50% në Max Optika. Atë kjo do lihesh për Maxin? Të bëf të mirë, po pse ma more mu një herë? Estrella Galicia. Dua pra Barsaletun, dua dhe një. Hajde merr birrën, gëzuar gjithë. Është birë e mrekullueshme pa alkool, që ta dini, sepse birra me alkool ne nuk i sjellim në studio për se duhet ta pinë të gjithë këtë. Me qëra fjala ti ke marr birrën time dhe e ke marru dhe e ke birra aty. Çfarë ke qenë? Birra ime ke birra jote, buza ime ke. Me buzkuqo ti tani është birra ime ajo. Si e ke këtu? Urdhë. Ja gëzuar. Po sa e mirë që ka, shumë e mirë. Nuk e kisha provuar. Unë tani do ma sjellësh çdo të martë? Çdo të martë. Derisa ta mbarojmë. Edhe pa alkool, është bukuri. Shkëlqyer. Dua pra Barsalet, po thosha. Me çfarë do? E du me motor. Me motorë? Me motor. Me matore dua. Na thuaj çik se themi këtu. Ma thuaj të që the. Dy bjonde në majt motori? Jo. Pse zihen dy bjonde Tash në na majt erdhi një pyetje nga studio, nga regjia. Pyetje pse zihen dy bjonde në majt motorit? Po ku e di unë shkreta? Unë nuk jam zënë ndonjëherë. As në majt motorit. Kush do ulet nga xhami? Përgjigja. Kush do ulet nga xhami? Atëherë ishte njëri kishte një motor. Dhe kishte shumë problem, more tha, nga që e shohin gjitha me një dritë, e di që është motor, as më hapin rrugën as gjë, tha, s'bëjnë asnjë, kështu tha, do të thënë vuaj shumë në trafik, tha. Po. Pa i tha, pse nuk vë një dërrasti, tha këtu? Po. Edhe vër dy drita, tha, e duke si makinë, tha. Edhe ku vin nga mrapa e kuptojnë ato dhe hapin krahun vet. Edhe takoi mbas sa ditësh ky, ai cop me fasho, me hund shtypme, me dorë thyr. Shkreti. Tham, pa më tha, ç'a ndodhi? Pura kështu ishte tek ti. Kujtun se isha dy motora, tha, ma futën mes. Sa gjunaftë aty. Je bërë si vjera ime. Vjera ime thotë, ua gjunaftë, shkalloj qyqa. Më fut Barsaletës. Ai motoristi bjond komplet si mu. Nga xhami ai. Ai nga xhami e motoristi. Çuna kujdes ju çuna me motora tani se për te shakave, kujdes, jo shumë gaz. Ty të pëlqen motori? Jo, fare. Fare? Edhe kur i shoh në rrugë që më parakalojnë, mi ikin kështu se mu, zoti i rujt. Kam frikë. Në fakt dy gëzime ka një njeri që ka motor. Dy gëzime të mëdha. Kur e merr dhe kur e lë. Kur e shet, po. Kur e shet. Këto dy janë gëzimet më të mëdha. I dashur Salsano, ishte shumë kënaqësi të isha këtë të martë prilli me ty. Do vi dhe një tjetër e martë prilli, pastaj vjen maj. Edhe pastaj vjen prill-maj. Prill-maj, ndryshes mos u ndaj. Kështu që ne do ta mbyllim sot. Pas pak siç u thash në orën 21. Intervista me Arbërin ishte shumë e mirë. Ai është djalë i mrekullueshëm, si thot dhe Deja që është djalë i mrekullueshëm. Por Por jam i bindur që jo vetëm Arbri që kënaq shumë, po të gjithë ata që janë dëgjuar sot janë kënaqur. Dua të them gjithashtu se nesër prej orës 17 deri në orën 20 prezantues të Top Albania Radios do të jenë në shtëpinë më të famshme, më të madhe në Shqipëri për Big Brother Radio për të intervistuar finalistët. Vërtet, kush do jetë? Mirin, Rogertin, Seline dhe Mateon. Kush do jetë? Nuk e di jam lejohet të zbuloj apo jo, po do jem unë, Joni Dali Çkolli, Blendi Salaj, Heidi Baci. Po mua pse s'po merrni ju? Ti nuk bën Big Brother. Deja, drejtoresha. Pse nuk më merrni mua të shkojmë Big Brother bëj intervista? Nuk e meriton. Megjithatë do të jap 2 pyetje për Rogertin. Okej. 2 për Selin. Okej. Jo vetëm për Rogertin, më jep se ka përshtypjen mund të jem vetëm me Rogertin. Jo, nuk t'jap. Jemi ndarë kështu një nga një. Nuk t'jap, do t'jap pyetje për Selin. Mirë, më jep pyetje për Selin. Miq të dashur, faleminderit shumë që ishit me ne sot në Top Albania Radio në ndryshe me të njëjtën energji dhe pozitivitet. Vim edhe javën tjetër në Ndryshe. Faleminderit shumë Elona Durën që e bën të emision kaq bukur. Edhe ti gjithashtu. Natën.